Prishtinës, zonjën Ukimeri nga Instituti i Kosovës për Drejtësi ka evidentuar se nga 444 personat e akuzuar për korrupsion gjatë viteve 2024-2025, 11 syresh apo 2.47% janë identifikuar si zyrtar të profilit të lartë. Në raportin Performanca e drejtësisë në ndjekjen dhe gjykimin e korrupsionit të publikuar të martë në kuadër të javës kundër korrupsionit, thuhet se shumicës së zyrtarëve të profilit të lartë akt akuzat u janë ngritur pasi që ata i kanë përfunduar detyrat. E gjetjet për të gjitha rastet i prezantoi hulumtuesi në IKD, Gëzim Shala. Nga 11 personat e profilit të akuzuar për korrupsion të profilit të lartë, vetëm 27.2% e tyre janë akuzuar duke e mbajtur detyrën e tyre zyrtare, derisa 72.7% e të akuzuarve janë akuzuar vetëm pasi janë larguar apo kanë përfunduar mandatin e tyre për pozitën për në të cilën akuzohen se kanë kryer veprën penale. Shala tha se në akt akuzat për korrupsion, lartësia e dëmit të pretenduar rëndon varion nga 100.000 deri në 500.000 euro, përsa e quajti shqetësuese mos specifikimin e saktë të dëmit. Rasti më i madh është mbi 37 milion euro, bëhet fjalë për ish-kryeshefin e Kekut, që është rasti më i madh i korrupsionit për nga vlera e dëmit, por në kuptim të dëmit të pretenduar, problematikë është se në një pjesë të madhe të aktakuzave të analizuara, nuk specifikohet dëmi në aktakuzën e ngritur. Shala thot se vlera e dëmit në shumë raste e kualifikon një vepër penale dhe në rast se ajo nuk specifikohet, atëherë gjykatat e kanë thuajse të pamundur të vendosin për dëmshpërblimin. Në kuadër të javës kundër korrupsionit, edhe një analizë mbi dështimin e tenderëve e ka prezantuar organizata IMPO. Hulumtuesi i kësaj organizate, Arber Kabash, theksoi se që nga viti 2023 është anuluar afro 1/4 e aktiviteteve të prokurimit, kryesisht ato që janë me vlerë më të madhe monetare. E kjo gjë sipas tij përbën formë të heshtur korrupsioni. Anulimet më të mëdha lidhen me kontratat e llojit punë dhe me kontratat e llojit furnizim, që në total përbëjnë rreth 75% të kontratave të anuluara pra gjatë kësaj periudhe 3 vjeçare. Kjo tregon se niveli ekonomik i anulimeve është më i lartë pikërisht tek projektet të cilat kanë të bëjnë me projekte kapitale dhe furnizimet strategjike. 9 dhjetori është dita ndërkombëtare kundër korrupsionit, që është shpallur nga Kombet e Bashkuara. Në Kosovë tashmë tradicionalisht ajo shënohet me organizimin Java kundër korrupsionit, gjatë së cilës prezantohen raporte dhe organizohen aktivitete me qëllim të rritjes së ndërgjegjësimit dhe efikasitetit në luftën kundër keqpërdorimit të parave publike.